Pra ngjarjet me kujtue atë dheut të fesë nuk ka gjë të keqe. Se çlirimi i Mekës është ngjarje e madhe, ku më madhe më se sa vendi i shenjt, më i shenjti në botë, mos pastru pej paganizmit që vlen te vendi i paganizmit. Rreth 360 statuja apo idhuj ishin mes në oborrin e Qabes dhe mrena në Qabe. E shliroj Zoti, nuk o qujt fesë të ngjarje. 17 shkurti tek ne Kosovë. 2008, kjo nuk harrohet. Hyrja NATO, se largimi i serbit, janë ngjarje të cilat nuk duhet mileti jonë të harrohet. Mos i shejtërot ditët, sepse janë ngjarje të mëdha ani përkujtoj, merr mësim prej tyne, përcjellja mësime të rinisë, gjeneratat e ardhme. Krejt këto i kit lejuar, sepse fal Zotit pastaj këtyne ngjarjeve nesër dim ku je. Po mos të shtin këtu ngjarje, se daljan pa u çikës në skenë për herë të parë, dhe ai rast e të merroj, ai ditë ka friksuar Beogradin e ka dridh. Është e vërtetë që nuk e kena mujt na Serbin për i ditë për i natë mrana një aksione dështë e vërtetë apo, por vetë një antit është edhe vërtet gjithashtu se serbi ka menduar që kur nuk do të ketë djem shqiptar që dalin dhe ja kthejnë plumb pushkën bëm edhe shtrajnë për tokë se një kin sa çmonit me ik me helikoptere, me autoblinda, me nxirr, me të hjek pillaushës, ushtarët vet me nxjerr pa policinë me shpëtu të gjallë. Ai s'ka bë men. Ngjarjet të cilat kanë të bëjnë me shtetin tonë, ngjarje, shpallës pavarësisë, ngjarje 28 nëntorit, ngjarje të cilat populli shqiptar ja kanë qelë syt. Shumë. Termi fest mund përdoret tek njerëzit në kuptim të zgjeruar, por në kuptim të ngushtë të Islamit. Fest i bie festa e Bajramit, Kurban Bajramit dhe Fitr Bajramit. Edhe brenda historisë islame ka ngjarje të mëdha, sikurse ne që kena 17 shkurtin apo 28 nëntorin. Se çlirimi i Mekës është ngjarje e madhe, ku më madhe më se sa vendi i shenjt, më i shenjti në botë, mos pastru pej paganizmit që vlen te vendi i paganizmit. Rreth 360 statuja apo idhuj ishin mes në oborrin e Qabes dhe mrena në Qabe. Dhe ishte penguar, ishte devijuar një shmëria Zotit e Vahidi me shekuj aty. Dhe ishin penguar njerëzit të adhuronin Zotin një, ishin luftuar, ishin dëbuar për ati veni. E shliroj Zoti, nuk o qujt fest ngjarje. Lufta e Bedrit është luftë ndarse mes të vërtetës e të pavërtetës, është pikë triumfi ngritje nga dhënimi i muslimanëve dhe më nuk pat kush që i nal musliman deri në vdekjen e pejgamberit dhe vazhduan musliman të zgjerohen derisa dy perandorit më të mëdha të atij zamani, perandorin bizantine dhe persiane, i zhduken i munden. Por Bedrin nuk o quajt festë, o quajt ngjarje e madhe sa të dush. Datë lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që populli njeh me vlod, nuk bën mi tha festë, nuk është festë ajo. Është një ngjarje e lindjes pejgamberit, anëpse nuk dihet sa kur ka lindur. Pra ngjarjet me kujtue atë dheut të fesë nuk ka gjë të keqe. Nuk të bëhemi real. 28 nëntori është kulmi. Shqetësik i nderuari ka shumë ngjarje historike, të cilat janë mbledhur dhe të cilat e kanë ngrit këtë popull. Ja kanë qelë syt këtij populli. Janë sen gjëra të mëdha. 17 shkurti tek ne Kosovë. 2008, kjo nuk harrohet. Nuk harrohet. Hyrja NATO, se largimi i serbit, janë ngjarje të cilat nuk duhet mileti jonë të harrohet. E qysh mes me harru, mja kujtu në zansave, mishën libra,
Po të bime majtë për të në rregull është. Po më majtë të bime, më folë për ata bora, për vlerën e lirisë, pavarësisë, atje Shqipnisë, këtu të Kosovës, të luftëtarëve, të dëshmorëve, legendarët atje Ademit, Rahmet shpirti pas të familjes ti, e tjerë. Krejt kjo është e lejuar halal, pa shejtru as kënd. Pa shejtru as kënd. Nuk e shejtrojmë. Feja nuk në ndalën neve me qenë indiferent larg këtyne, po të njëjti kohënave ku fe, thot mos i shejtron njerëzit. Mos i shejtro ditët, sepse janë ngjarje të mëdha ani për kujtoj. Merr mësim prej tyne, për cilja mësime të rinis, gjeneratat e ardhme. Krejt këto i kitë lejuar. I kemi të lejuar, sepse falë Zotit, pastaj këtyne ngjarjeve nesër dim ku jemi. Po mos të shtin këtu ngjarje, se dal janë pa u qykës në skenë. Për herë të parë, dhe ai rast e të merroj, ai ditë e ka friksuar Beogradin e ka dridhë. Është e vërtet që nuk e këna mujtë na Serbin për i ditë për i natë mrana një akcione dështë, e vërtet e punë. Por vetë një antit është edhe vërtet gjithashtu, se Serbi ka menduar që kur nuk do të ketë djem shqiptar që dalë dhe ja kthejnë plumë pushkën bëm, edhe shtajnë për tokë se një e kënë sa që monit me ikë, me helikoptere, me autoblinda, me nëzirë, me të hekë për laushës, o shtarë të vetë me nëzirë për policin, me shpëtu të gjallë. E s'ka bo men. Andaj, për të ka qenë në lëkundje temeleve të shtetit sërbë, e të shërbimeve sekrete të instaluara që nga koha Rankovicit në këtë vend, pra, qësh më si të ngjarje madha, ja? Qësh më s'ta kujtojmë daljen s'ken të qykës, ose vrasjen e shumërojve, atje të Zahirit, atje të Ademit, atje të filanit, atje njerëzve të mëdhaj, për qëtë vend, pasha Zotin për qëtë vend, asnës për tyne se ka pas për lek, veç për me gëzu këjtleri kë popull. Allahu i pas më shëru të gjithë. Ja, Rabbi, Allah i pas më shëru të gjithë.